Me Gjerman Likin ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajnerin e futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është për pushime në Shkodër dhe natyrisht kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës, mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja e kësaj interviste është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke qartë për ju? Pa diskutim që ke qartë, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besoj ju e keni pa edhe neshin edhe të drejtën jo unë, po nuk ka njëri që nuk ka meti i zhgënjym. Ishte një short që në pamit parë duk shumë i favorshëm për ne, o duk si bingo, pra duke rritë kostet e udhëtimeve siç na ka qellu vite tjera, që kanë shumë largë dhe a dashur realisht kosto bëja që mirë për të mbuluar shpenzimet, kurse shorti me Malishevin thamë se ra një bingo që një favor shumë i madh për ne, por doli krejt e kundet edhe doli komplet e pa pritur nga ajo sa na kena pritur, me thonë, duk shumë i lehtë në letër, por doli shumë e vështirë. Në fakt Lika ju thatë vetë, ne kemi ndjekur ndeshjen, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakt edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe të klubit të Malishevës, të cilët ishin modest përballë një Vllaznia, nuk e parashikonin kualifikimin përballë një Vllaznie kaq me traditë dhe potente. Sipas jush çfarë ndodhi? Them drejtën, kjo bën edhe më tragjike situatën, duke ditë që ata ndoshta ishin vetëm të kënaqur me lujt me Vllaznin. Po dash me ul emrin e Malishevës, po dash me ul emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futboll dhe si emër qëndrojmë shumë më lart. Po situata, them drejtën, i kam ndjek neshin e parë kam ndjek stadium, kurse neshin e dytë kam ndjek nga televizori. Për mua ishte shumë situatë e keqe, edhe them drejtën e kam nuhat ky gjatë që neshit parë. Po është se ne fituam 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena qenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi i Malishevës na ka krijuar 3 raste pastra për gol. Një edhe lojtar tonë bëhet të përshtypje, ne ishim një lojtar plus, kishte ndoshta 20-30 minuta lojë, ata vanoshin lojë. Këtë nuk arrin botë me dhënë shpjegim. Edhe që këtë moment tash situata nuk është e mirë. Liga 5-0 shumë. Duhet ta pranojmë. Ashtu që besonte. Shumë, por mund të kenë edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijoi Malisheva, tham, duhet me pranu, duhet me kanë realisht, kjo është e vërteta që jena me fat që ne ishim marrë 5-0. Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e saj, mos të thonë nën mesatar, po u duken shumë më lart sepse ekipi jon ishte gjendje jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund të më thënë shumë e rëndë për më thënë, por situata është kjo është realiteti që situata është shumë e keqe. Prania e trajnerit Bërdarisi tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës? Tash Bërdarisi tam drejtën ka punu mirë. Te Vllaznia të paktën, pavarësisht se ka pas edhe problemet e veta, duke ditë se iku titulli për pak, iku titulli me te, por gjithsesi në totale, duke marrë në totale punën që ka bërë, është një trajner që ka lënë përshtypje të mirë të gjithë. Mënyra se si ka punu, mendoj që ka kanë pozitive. Tash se sa ka ndikuar te Malisheva, nuk mundesh me dhënë merit madhe sepse një muaj kishte stërvitje, ne mos gabuam. Edhe me pak. Ndoshta edhe me pak, edhe arriti me bë këtë diferencë me ne, pa diskutim që ka merit, por ndoshta ka pas edhe grupi lojtarëve, ka gjetë një ekip cilësor edhe puna e tij apo shumë më lehtë. Liga tashmë kjo është fakti i kryer, ndërkohë që Vllaznia po përgatitej dhe kishte nisur procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtonte në Skoci për të luajtur me skuadrën skoceze. Tashmë eliminim nga turi i parë dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria e Vllaznisë ky eliminim? Tash i besoj se drejtuesat, ata si presidenti me drejtorin, me Vjorin, me Edin, janë njerëz adapt për këtë punë, me thonë janë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë njëjtin mendim me mendimin tim që jam të shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë me marr masat, sepse situata mendoj që është emergjente, edhe jam i bindur që duhet me ndërhyjnë disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse nëse jeni në këtë gjendje në fillim kampionatit,
Nuk din Robi që me thonë më tepër, jam i bindur që ata duhet me marrë masa urgjente. Edhe besoj do të jenë 100% duke i marrë. Humja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi vllaznia, drejtuesi i klubit e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen zyrtare një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë që situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadër për titullin kampion. Kërkesja falës mendoj se ishte gjë normale. Nuk është një gjë kur Robi ka këtë dështim, por që se morri klubi krejt për sipër, por nuk do të kishte kanë që di që ndoshta edhe trajneri edhe gjithë lojtarët me emër në skuadër, lojtarët që janë lider, nuk është një që di më që me dal me kërku falje, nuk është marrë, sepse ajo është përgjegjësia tyne është, nëse mund të jemi aty. Njëri nuk mundet më mshe, si thënë, nuk mundet më mshe më të kishtit. Kjo është realiteti, në herë realitin do të me thonë sy, gjithse si njëri do të marrë përgjësit, edhe me bë hapa para. Po do të me kërku falje, me rregullu situatën, me marrë lojtar më cilësor, me punu më shumë, me ekipin edhe me kthy emrin e vllaznisë aty ku i takon. Kjo diçka mos e normale, a din, por ndoshta edhe disa lojtar nuk është një çudi siç e thash më përpara. Kjo është pjesë e përgjegjësisë. Ndoshta ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë, se ke raste që ti i do lut 11-11, por ndoshta ke 60 lojtarë që nuk ti përshtaten cilësive që ti ke. Por në herë lojtarët liderë do të më marrë përgjegjësinë, do të më kërku falje, me bë mbledhje, me riorganizu ekipin, me marrë ekipin për dorë edhe me që të fillojmë një start sa më të mirë sezonit. Se kjo që iku nuk mund me e këthy mrapa ma. Nolli në të folja dështim, po kële e punë. Punë që mos vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit, sa atëherë këtë kishte kanë skandal situata. Me që këtë startin, Vllaznia nis në shtëpi sezonin e ri futbollistik 2026-2027, duke pritur Skënderbeun debutues. Për këtë ndeshje edhe në tërësi, si kampionat, shikoni me rivalitet, me të vështirë se ai që lan pas apo do të ketë një luftë më të fortë sportive. Vetë gjoja parë do të më ndryshu situata jonë. Qose ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi, situata, kur do që tjetë kundërshtar, kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me ndryshu situatën që jena. Pra ekipi ketë lojtarë më cilësor, të punohet më shumë, ketë përgatitje më të mirë me lojtëneshe, nëse ndaj ekipet aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip më cilësor për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se më thonaj Skënderbeu, Egnatia, Tirana, ata janë ekipet, ne njohim se kush janë, por thjesht ne duhet me kenë një nivel shumë më të lartë se sa jena. Në ndeshjet e para të turit parë të konferencës ligë nga ekipet shqiptare, vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshjen e parë, ndërkohë që pas ndeshjeve të dyta Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap përpara, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera. Them drejtën, duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bë hapat një pas një edhe janë të pas suksese. Them drejtën, është e vërteta dhe duhet me vlerësu e cërin që ata janë të bë. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani pothuajse, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku, por kjo është situata që shumë ekipe janë të punu në mënyrë profesionale dhe janë të ecë para. Edhe mendoj që nuk është për top që edhe ne me njek njëjtën rrugë edhe me vazhdu të njëjtën mënyrë pse ose të shikoj koha që ekipet janë shumë më të lehta në konferenca ligë. Nuk ishte ekipi të jemi realisht, nuk ishte ekipi i Malishevës që me na eliminuni. Ishte fati i madh që na ra kjo ekip edhe tash ne do të pretendu për tur 2 dhe për tur 3. Pra ideja që me bëha pa parë si që janë të bëha ekipet të tjera. Liga, faleminderit. Faleminderit do ju.